Kryeministri Edi Rama shfrytzoi rrjetet sociale për t'u kundërpërgjigjur të gjithë atyre që kritikuan për financimin me 4 milionë euro nga Fondi Rezerv i buxhetit shtetit koncertit të Kanye West. Rama ndau pamjet e stadiumit të ngritur posaçërisht për këtë koncert duke theksuar se këto para nuk i shërben një koncerti privat, por janë një investim për ekonominë e Shqipërisë. Disa vazhdojnë të flasin për 4 milionë euro shpenzim për një natë, por vetëm kush nuk do se kupton që ato 4 milionë janë një investim i cili do të rikthehet nga mira vizitorët që në 48 orët e fundit janë shtuar në hotelet, apartamentet, restorantet, baret, dyqanet, taksit. Përballë kritikave që në një vend të varfër si Shqipëria, parat e buxhetit nuk mund të shkojnë për një koncert privat, Rama vuri ndukje se ky koncert është marketing për vendin ton. S'kemi buk, s'na duhet kultura. Gabim, kultura nuk është vetëm ushqim shpirtëror, por edhe ekonomi, turizëm, zhvillim, buk. Nga koncerti i Kanye West pak javë më parë, Stambolli pati mbi 100 milionë euro vlerë të shtuar. Në datën 6 korrik, qeveria vendosi me akt normativ të kaloj 4 milionë euro nga Fondi Rezerv i buxhetit të shtetit për koncertin e Kanye West. Vendimi u shoqërua me kritika nga opozita, shoqëria civile tashmë është goditur në gjykatën kushtetuese.